Manastiri, nëntor 1908. Në një ndërtesë të thjeshtë, të mbledhur rreth tryezës të drugit, burrat më të ditur të Shqipërisë u mblodhën. Jo për të luftuar me pushkë, por për të vendosur gjën më të rëndësishme që një kom mund të ketë, gjuhën e vet të shkruar. Kjo nuk ishte thjesht çështje shkronjash, ishte betejë për ekzistencë, për kulturë, për identitet. Ishte lufta e manastirit. Në fillim të shekullit të 20, Shqipëria ishte coptuar në 4 vilajete në sundimin osman, pa shtet, pa shkolla dhe pa alfabetit e njësuar. Çfarë përdorin shqiptarët për të shkruar? Alfabetin e Stambollit, që përdori kryesisht në jug. Alfabeti i shoqërisë Bashkimi, Shkodër. Alfabeti i shoqërisë Agimi. Alfabetet e vjetra të klerit katolik. Alfabetet greke, arabe dhe cirilike të zonat e tjera. Gjithçka ishte përçarë. Gazetat e para shqipe, dilnin me tipe të ndryshme shkronjash. Shkollat shqiptare ishin pak dhe funksiononin në ilegalitet. Gjon Turqit dhe premtimi i lirisë. Në kurik 1908, revolucioni Gjon Turk rikthen kushtetutën osmane dhe jep premtime për liri të shtypit e arsimit. Jo ngjalli shpresën se gjuha shqipe mund të mësojë lirisht. Dhe për një gjuhë të shkruar, duhej një alfabet. Në atë kohë, Manastiri ishte një qendër e rëndësishme shqiptare. Klubet patriotike, shkollat, shoqëritë kulturore, votuesit dhe publicistë kishin krijuar një traditë të fortë kombëtare. Këtu u vendos të mbajë kongresi historik. 14-22 nëntor 1908, mbledhja e madhe. Në manastir mbërritën delegat nga e gjithë vilajetet shqiptare. Diaspora Amerikës, Egjiptit, Rumanisë, Bullgarisë, Turqisë. Shoqëritë më të rëndësishme kulturore të kohës. Në total 50 delegatë, 32 prej tyre me të drejtë votë. Ishte kuvendi më i madh shqiptar para pavarësisë. Kongresi i Manastirit nuk ishte mbledhje e qetë. Ishin të pranishëm bajraktarët e mendimit shqiptar, Gjergj Fishta, drejtuesi i Komisionit Alfabetit, Ndrej Mjeda, vajsuesi i Alfabetit Agimi, Mithat Frashëri, drejtuesi i Klubit të Selanikut, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Luiç Gurakuqi, Bedri Pejani, Gjergj Qirjazi, Sotir Peci e të tjerë. Përplasja shpirtërore dhe politike. Debatet ishte i zjarë. Disa donin alfabetin e Stambollit, më oriental. Disa të tjerë donin alfabetin latin, më perëndimor. Të tjerët kërkonin alfabet krejt të ri. Në sallë përplaseshin 2 botë, lindja osmane, kundër perëndimit evropian. Delegatët u rishtuan, me fjalime të zjarta, disa madje me lot në sy. Fjalimi i Gjergj Fishtës. Fishta u ngri në këmbë dhe tha: "Nuk jam ardhur me mbrojt as alfabetin tim, as alfabetin tam. Kam ardhur me mbrojt Shqipërinë." Fjalët e tij tronditën sallën. Delegatët e kuptuan, nuk ishte çështje gërmash, por e së ardhmës së kombit. Pas ditësh debatesh, u vendos. Shqipra do të shkruhet alfabetin latin, 25 shkronja, dhe disa gërma për tingujt e veçantë. Alfabeti i Stambollit lejohej gjithashtu përkohësisht, por alfabeti latin u bë kryesor, se alfabeti latin. Sepse ishte më i pranishëm për shkronjat europiane, ndihmonte në integrimin kulturor. Ishte i thjeshtë dhe praktik. Bashkonte Gege Tosk në një shkrim të vetë. Në vendim, ishte fitore e qytetërimit perëndimor. Pas kongresit në Manastirit, shpërtheu një bum kulturor në Shqipëri. Brenda një viti, u hapën 10 shkolla shqipe në Elbasan, Tiranë, Korçë, Berat, Kolonjë. U botuan abetare të reja, librat shqip, u shtypën pa pengesë.
Gazetat prodhuan standarde të përbashkëta. Diaspora Amerikës filloi botime masive. Unifikimi i gjuhës ishte lindja e kombit. Me alfabetin e ri, shqiptarët më në fund flisnin me një zë. Gjon Turqit u tronditën. Sepse alfabeti, latini ishte sinjal politik. Shqipëria po ndaj nga Perëndoria Osmane dhe po kthehej drejt Evropës. Për këtë arsye, në vitin 1909-1910, qeveria Osmane nisi presion ndaj shkollave shqipe dhe klubeve kulturore. Kjo solli tensionet e mëdha, që shpërthyen në kryengritjet e Kosovës 1910-1912. Pra vendimi i manastirit ishte aq i fuqishëm, sa i parapriu kryengritjeve dhe pavarësisë së Shqipërisë. Historianët pajtohen, pa kongresin e manastirit, Shqipëria nuk do të mund të shpallte pavarësinë në 1912. Sepse kongresi bashkoi vilajetet, krijoi një identitet të njëjtë kombëtar, ngriti arsimin shqiptar, unifikoi elitën intelektuale, dhe dha kombit një alfabet të përbashkët. Alfabeti latin ishte themeli i shtetit shqiptar. Kongresi i manastirit nuk ishte betejë me plumba, ishte betejë me ide, me argumente, me kulturë. Por ishte po aq i rëndësishëm sa çdo luftë tjetër e historisë sot. Në vitin 1908, në manastir, shqiptarët fituan të drejtën të jenë kombë. Alfabeti nuk ishte vetëm një grup shkronjësh, ishte arma e lirisë.